Bismillahirrahmanirrahim. Disa njerëz pyesin se përse ne lutemi dhe nuk e gjejmë gjurmën e përgjigjes në jetën tonë të përditshme. Ndoshta dikush e ka neglizhuar një detaj shumë interesant në ajetin 55 të surës Al-A'raf, ku Allahu Azza wa Jall urdhon dhe thot: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan", pra lutuni Zotit tuaj me përulësi dhe në fshehtësi, kujdes, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ai nuk i do ata që e teprojnë, pra që te kalojnë kufirin. Do t'i mund thurë se çfarë lidhje ka te kalimi i kufirit edhe teprimi me lutjen në përulësi dhe fshehtësi. Domethënë, lutju Allahut Azza wa Jall ndërkohë që ti ke realizu kushtet dhe shkaqet për të plotësuar lutja jote. Ti don të hysh në një punë, edhe nuk ke plotësuar kushtet që të kërkohen për të mërrit tek pranimi në punë. Nëse ti qëndron gjithë ditën, krejt muajin, krejt vitin, pas derës së atij institucioni për të realizuar kërkesa jote, nuk të realizohet. Ne nuk bëjmë krahasime me Allahun Azza wa Jall, sepse Zoti është i pakrahasueshëm. Lejse kemithlihi shay. Asgjë nuk i përgjigjet atij. Porse në rrëfimin e të parëve gjejmë një detaj shumë të rëndësishëm, që është fjala e madhe e Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, një prej sahabëve që sa herë që lutej, duaja e tij pranohej më një herë. Pra njihej si mustajab ad-da'wa, pra personi që i pranohet lutja. Dhe kur e kanë pyet për këtë, ai ka thënë se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka mësuar dhe e ka edukuar që piknisja për pranimin e lutjes është kafshata e halalit. Atib ma'kalak tustajab da'watuk. Pra ruaje pastërtinë e kafshatës tënde që të pranohet lutja jote. A llogarisim ne se çfarë hajmë çdo ditë? A llogarisim ne se nga na vijnë të ardhurat tona çdo ditë? Ajo çfarë ne sjellim në fund të muajit për fëmijët tanë, në shtëpinë tonë, në familjen tonë, a është e halalit? Apo është përzi me halalin tonë dhe diçka prej gjanave të dyshimta, Zot na ruaj prej haramit? Si prej haramit? A bëjmë ne punë haramesh? Jo, nuk bëjmë. Ne nuk merrem me harame, as nuk vjedhim, as grabisim, as merrem me rushfete, as pranojmë rushfete, as korruptohemi, as hyn diçka prej këtyre që përmenda në të ardhurat tona, mujore, apo vjetore, apo ditore, thuj. Jo, por si mund të hyjë diçka prej haramit në riskun tonë, pra në atë çfarë ne fitojmë. Po ja fjala bie, ti ke një kontratë pune, dhe kontrata pune thotë që në fund të muajit do marrësh një pagë, X lek. Pyetja që unë bëj është, a e justifikon ti atë rrogë në fund të muajit, duke qenë korrekt me atë çfarë ti ke nënshkruar për të arrit? Pra, a janë orët e punës tane, apo ajo çfarë ti realizon nëpërmjet punës tane, në atë nivel sa që ti të justifikosh atë që merr në fund të muajit? E nëse nuk është, edhe për shkak të neglizhencës tane, përtatësisë tane, dembelisë tane, parazitizmit Zot na ruaj, por jo vetëm, do të thotë se ti po merr diçka që në fakt nuk është e jotja. Kam lexuar këtu e dekada më përpara për një personalitet shumë të madh, edhe mendoj se është një ndër figurat më të ndritura të islamit dhe të qytetarisë shkodrane. Hafiz Muhammad Kastrati. Ky zotni ka qenë muezin i xhamisë së Rusit. Dhe për një arsye një tjetër, në gjysmën e parë të shekullit të shkuar, xhamia e Rusit mbyllet për efekt të një rikonstruksioni. Thuhet se kishte ra zjarr apo ishte prish çatia, diçka e ngjashme. Dhe në fund të muajit, zotëria shkon të marrë rrogën. Çfarë ka në këtë lajm? Nuk ka asgjë. Pritni. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë aso kohe, nëpërmjet revistës Zani i Nalt, dhe ajo është sot në dorë tona, bën një falënderim publik për këtë zotni të nderuar, për muezinin e xhamisë së Rusit. Sepse zotëria, rahmet past, kur ka shku të marrë rrogën, ka kthy një pjesë të saj mrapsht.
Ore, a mendoni se një person në atë kohë, në ato kurse shumë të vështira për jetesën, në kurse edhe më të vështira se sa realitetet sotme, mund të kthej një pjesë të rrogës mrapsht, e ky zotni, ky muezin i dashtëm dhe ky hafizin e rum e ka kthy mrapsht atë. Arsyetimi, ai thotë, përgjatë këtij muaji, unë nuk kam punu dhe nuk e kam kry punën e plot. Pra nuk kam punuar për të marrë atë rrogë të plot, sepse disa ditë xhamia ka qenë e mbyllur dhe për shkak të kësaj unë nuk kam punu dhe nuk kam pse të marrë dhe të çoj në shtëpi një pjesë të asaj rroge për cilën unë nuk kam punu. La ilaha illallah. Shikoni çfarë ndërgjegje. Shikoni çfarë vetëdije. Që do të thotë se njeriu lypset me kontrollu mirë se çfarë fut në shtëpinë e tij të dashurit e mi. Mos mendoni se tek Allahu subhanahu wa taala një person që rrin i varun edhe pas perdeve të Qabes, pas mbulesës së Qabes, por që është i zhytur në llumin e harameve, Allahu mund t'i përgjigjet atij. Jo, nuk i përgjigjet. Sepse Zoti ka rregulla. Ka rregulla nëpërmjet të cilave na mëson se si të jetojmë në ekuilibër me ligjet e natyrës që Allah azza wa jall ka vendosur në këtë botë. A mund t'i thyej Zoti këto? Patjetër se është krijuesi. Mirë, po e përgjithshme është Zoti na edukon dhe na mëson me jetu me një lloj ekuilibri që nëse prishet, Allahu azza wa jall nuk na përgjigjet. Po të kthehemi në tekstet e literaturës islame, do të gjejmë se 4 janë shkaqet për realizimin a plotësimin e duas. E para, ne lexojmë në trashëgimin e të parëve, mos e paragjyko mos pranimin e lutjes ndërkohë që ti i ke mbyllur rrugët e saj me gjunahe. Pra, nëse e ke ngarku veten tënde me gjunahe çdo ditë, dhe ti lutesh duke qenë gjunahçar dhe vazhdon të bësh gjunahe, edhe në gjendjen e lutjes, edhe në atë përshpirtje që të rrethon ty gjatë këtij procesi, pra nuk ke kërku falje, vazhdon të qëndrosh në gabim dhe lutesh për diçka, e mos prit përgjigje nga Allahu subhanahu wa taala. Që do të thotë se Allahu azza wa jall, të dashurit e mi, na mëson që për të marrë bereqetet e qiellit duhet të ruajmë ekuilibrin në tokë. Të ruajmë ekuilibrat që Zoti ka vendosur. Hazreti Omeri doli një ditë paradite, pra para namazit të mesditës. Ndërkohë që njerëzit duhet të jenë në punë, dhe gjeti një djalë të ri që lutej në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam me qafen e për ulur, i drejtum me fytyrën e tij nga toka dhe lutej o Zot, dhe shkoi dhe i ra në qafë dhe i tha, çfarë bën ti këtu? I tha, po lutem. I tha, dil edhe puno. A nuk e din se nga qielli nuk bie as ari dhe as argjendi? E qobre e puno, kjo është koha e punës. Kjo është koha e punës. Jo koha e abuzimit me lutjen, duke shfrytzuar parazitizmin si justifikim përpara durve të Allahut azza wa jall, i cili din gjithçka. 4 shkaqe për plotësimin e duas. Shkaku i parë, kanë thënë udhëtimi, zgjatja e udhëtimit, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar dhe ka thënë se 3 lutje nuk kthehen mbrapsht. E para, lutja e personit që i është bë pa drejtësi. Nëse ty të është bën pa drejtësi, nena është bën pa drejtësi dhe i lutemi Allahut për të gjetë drejtësi dhe i lutemi Allahut kundër atyre që na kanë shkel, na kanë vjedh, na kanë grabit, Allahu azza wa jall do të na përgjigjet. Madje pejgamberi thotë se Allahu i përgjigjet edhe femuhuesit nëse i është bën pa drejtësi, sepse lutja e tij drejt Allahut azza wa jall nuk ka perde. Asgjë nuk e ndalon atë. Edhe femuhuesi po thotë, o Zot, ma shkele drejta ime, m'jep hakun, Allahu azza wa jall do t'i përgjigjet. Sepse Zoti është edhe krijuesi i atij femuhuesit, të ngratë. E dyta, ka thënë njeriu në udhëtim, dhe e treta, duaja e prindit për fëmijën e tij. Prandaj themi lutuni dhe bekoni dhe drejtonu Allahut azza wa jall për sa më shumë të mira për fëmijët tuaj, se Allah azza wa jall ka me ju pranu. E dyta, ka thënë njeriu me kënë sa më i përulun. Pra i drejtum me shumë modesti, me shumë thjeshtësi, me shumë përulësi para durve të Allahut azza wa jall. Sikur se lexojmë në tekstet e hadithit se kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ju drejtua Allahut azza wa jall për lutjen e shiut, thot doli i përulur,
i përkullur, me shumë thjeshtësi dhe për ulësi përpara durave të Allahut Azza wa Jall. E treta, ka thënë ngritja e duarve drejt qiellit. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë që Allahu ka turp t'i kthej duart e robit të tij në lutje bosh. Allah. Zoti i gjithësisë turprohet prej meje të tejet, o Zot. Se kjo është shenjë e përuljes, dhe shenjë e nevojës që kemi për Zotin ton. Dhe të gjithë ne jemi nevojtar për mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Fa sa më shumë që ti i dëshmon Allahut, krijuesit të gjithësisë, nevojën që ke për te, për ulësinë tënde, dobësinë tënde, vobegtësinë tënde, ta dish se kjo është shkak që Allah Azza wa Jall me tu përgjigj. Dhe e katërta, dhe e fundit, me ken këmbgulës në lutjen tënde. Dhe me thanë, me ju lut Allahut Azza wa Jall me emrat e tij, o Zot, ya Rab, me e përsërit sa më tepër këtë thirrje, o Zot, ya Rab, siç thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, një njeri i pluhurosur, i shpupurishur, që i ngrej durë dhe lutet ya Rab, pra i drejtohet Allahut në lutje. Ose këmbgulës nëpërmjet përmendjes së emrave të mëndshëm të Allahut Azza wa Jall. Për shembull, Bismillahirrahmanirrahim, ti fillon lutjen e thu, ja Allah, o Zot i gjithësisë, ti që je el wahidul ahad, i vetmi i pashoq, el fardu samad, pra ti je i vetmi, nuk ka zot tjetër përveç teje. Ti je as-samad, të gjithë ne jemi nevojtar për ty. Ti që je mëshiruesi, mëshirbërësi, ti që je falësi i gjunaheve, ti që je dhe përmend emrat e Allahut Azza wa Jall. Ya Rab, ya dhal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, dhe përmend emra të Allahut, cilësitë të tij. Thot, kjo bëhet shkak që lutja me u prano. Mi të gjitha, të dashurit e mi, të përpiqemi me urujt në përditshmërinë tonë, me rujt fjalët tona, vështrimet tona, atë çfarë dëgjojmë, me u distancu nga vendet e haramit, me u distancu nga shoqënia e haramit, me urujt nga korrupsioni, me urujt nga ajo çfarë nuk është e jona, mos me kërku me pangopësi çfarë nuk e meritojmë dhe çfarë nuk mund të jetë e jona, me u mjaftu me atë që Zoti na ka dhënë, me kërku edhe më tepër duke u mbështetur në Allahun Azza wa Jall, patjetër, por me faqe të bardhë e me djersën e ballit. Se kur të jemi kështu, sa herë që ngrejmë durt drejt Allahut Azza wa Jall, patjetër që Zoti do të na përgjigjet. E në këtë mënyrë shijojmë kontaktin me Zotin ton, e na shijon për ulësia para durave të tij Azza wa Jall dhe na shijon ajo çfarë na mbulon teksa i drejtohemi Allahut Azza wa Jall në lutjet tona. Para 2 ditësh po kontaktoja me një profesorin tim shumë të dashur, që sot është në moshë të thyer dhe jeton në Damask. Subhanallahu, më tha një fjalë të tjera që ma zbukuroi ditën. Tha, do të përfshi në listën e atyre personave për të cilët lutem në namazin e tehexhudit. Allah. Me ta fal botën. Do të përfshi në listën e personave për të cilët lutem në namazin e tehexhudit. A ke dhe namaz tehexhudi? A ke një listë personash? Pra, a ke një kontakt të përditshëm dhe një marrëdhënie solide me Zotin tënd në një kohë kur të tjerët janë të zhytur në gjumin e tyre apo në një zot e din se çfarë, ti jemi kryer në sejdë dhe ku ka më mirë dhe ku ka më bukur se sa njeriu të zhytet në atë oqean të mirësisë, mëshirës dhe bekimeve hyjnore. Allahu ju dashur.